A i keni menduar ndonjëherë se si duhet të veproni nëse gjendeni në mjediset e brendshme gjatë një tërmeti? Gjëja më e rëndësishme që udhëzohet të mos bëhet gjatë një tërmeti është vrapimi në panik drejt daljes. Çka nevojitet të bëni është që të mbuloni dhe mbroni kokën tuaj me duar dhe të qëndroni në një vend të sigurt. Megjithatë, cili është vendi i duhur për të qëndruar të sigurt? Pasi të largoheni nga xhamat që mund të thyen nga tërmeti dhe t'ju lëndojnë, mbroni në tavolinën më të afërt, ose qëndroni pranë një kolone dhe mbuloni kokën me duar tuaja. Pasi tërmeti të ketë përfunduar dhe të keni kontrolluar përreth për të parë nëse të afër mos e kolegët tuaj janë mirë, largohuni nga vendi ngadalë dhe pa panik. Kurse si nuk mund të përdorni ashensorin, sepse mund të jetë dëmtuar nga tërmeti dhe këtë dëmtim nuk do e dinit paraprakisht. Pasi të dilni nga ndërtesa, qëndroni sa më larg ndërtesave, shtyllave dhe objekteve që mund të bien e mund t'ju godasin. Është më e sigurt të ulesh për pak kohë jashtë dhe të mos kthehesh përsëri në dhomë, sepse mund të ketë pas goditje të tjera. Për më tepër, nëse ndodh që një pjesë e dhomës të shembet dhe ju të ngesni në rënoja, nëse keni ngecur, gjëja më e rëndësishme është të mbuloni gojen me një shami ose veshje për të mbrojtur nga thithja e pluhurit dhe trokitni me një send në elementet aty pranë për të lëshuar një tingull, të cilin ekipet e kërkim shpëtimit do të mund ta dëgjojnë. Është e rëndësishme të mbani mend se gjatë një tërmeti, paniku është armiku juaj më i keq. Nëse zbatoni me mençuri të gjitha këshillat dhe udhëzimet në këtë video, kam shumë gjasa të mos dëmtoheni. Jeni të përgatitur.